Të nderuar miq, për fillim do të doja edhe personalisht të shpreh falenderimet dhe konsideratat më të larta për publikun e gjerë, sportdashësit dhe veçanërisht rinin tonë për besimin dhe vlerësimin e veprës së kompanisë Ekolog kudo që vepron. Para 4 javësh filloi një nisëm e shoqatës së tifozëve ballistët si pasojë e gjendjes së vështirë përpara së cilës u gjet klubi i futbollit Shkëndia, që më pas u shndrua në fushat me motën Ekolog thuj po. Kjo fushat u mbështet nga gjithë tifozët, dashamirësit e klubit Shkëndia nga Tetova, qytetet tjera të Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe prej anën mbanë botës. Ne përshëndesim këtë vullnetarizëm, solidaritet dhe vetdije të lartë që është demonstruar me këtë rast ndaj një vlere shoqërore siç është sporti. Paremisht, ne edhe në praktik mundohemi të i përgjigjemi pozitivisht çdo iniciative që kontribon për të mirën e përgjithshme. Njësoj e kemi trajtuar edhe kërkesën për marrjen në pronësi dhe menaxhim të klubit të futbollit Shkëndia, të parashtruar nga përfaqësuesit e tifozëve dhe kryesia aktuale e klubit. Të nderuar qytetarë, rinia jonë është ajo e cila gjithmonë më frymëzon dhe më mban të gjallë shpresën se na pret një ardhme e ndritur. Bashkë me këtë rini, ne edhe deri tash jemi dëshmuar duke ka përcyer sfida nga më të mëdha. Me këtë rini të talentuar dhe mjaft të zellshme, kompanitë tona realizojnë suksese gjithandej në përbotë. E dashura rini, ju më bani të krenohem çdo ditë. Pikrisht ju ishit motivi kryesor për t'i bërë kësaj çështje një trajtim kaq serioz, pavarësisht se sipërmarrjet sportive nuk kanë qenë pjesë e filozofisë sore të biznesit. Miq të nderuar, ne jemi shumë të vetëdijshëm se Shkëndia është më shumë se një klub futbolli. Është simbol i kulturës së qytetit. Është pjesë e historisë dhe trashëgimisë jo vetëm e rajonit të Pollogut, por edhe gjithandej ku jetojnë shqiptarët. Përveç aspekteve administrative, janë gjithë këto vlera që kemi konsideruar me shumë kujdes gjatë shqyrtimit të kërkesës së parashtruar për marrjen e klubit. Siç është bare ditur, ne formuam një grup pune të përbërë nga menaxhmenti i lartë dhe ekspert të kompanisë, por edhe këshilltar ndërkombëtar me përvojë në fushën e menaxhimit të klubeve profesionale të futbollit. Dhe sipas qasjes son standarde për shqyrtimin e çdo projekti të ri, edhe në këtë rast kemi bërë një analizë të thellë për të konstatuar gjendjen e sipërmarrjes së klubit. Mbi bazën e kësaj analize janë hulumtuar të gjitha mundësitë për gjetjen e një zgjidhje optimale afatshkurte dhe formulimin e një plani afatgjatë për të siguruar të ardhme të suksesshme të klubit sipas standardeve evropiane. Bashkëqytetarë e tifozë të nderuar, përgjigjja jonë vjen pas një aktiviteti shumë intenziv të grupit të punës, i cili ka rezultuar me përfundime të qarta dhe plan të kompletuar që kanë ndihmuar vendimarrjen tonë. Plani përfshin objektivat afatgjate të klubit, menaxhimin e pavarur dhe profesional. Gjithë këto me qëllim që klubi i futbollit Shkëndia të shndrohet në një klub shembull, me menaxhmentin profesional duke zbatuar principet dhe rregullat evropiane të sportit. Rregullat nuk duhet të jenë vetëm fjalë të shkruara në letër, por mënyra e veprimit për çdo ditë dhe për çdo lojë, duke filluar nga sjellja e tifozëve, sjellja e zyrtarëve të klubit, respekti ndaj kundërshtarit, respekti ndaj gjyqtarëve dhe loja pozitive. Le ta shndrojmë stadiumin e Tetovës një qendër për fair play. Ne besojmë fort se këtij qëllimi i thot po gjithë publiku, e gjithë rinia dhe posaçërisht shoqata e tifozëve ballistët. Gjithashtu besojmë edhe tek mbështetja infrastrukturore e institucioneve publike, vendore
e qëndrore në përputhje me interesin publik të kësaj ndërmarrje sportive. Dhe, të nderuar miq, të nderuar tifos, të nderuar ballist, ekologu thot, po Shkëndia. Prej këtij qasti, klubi i futbollit Shkëndia bëhet pjesë e familjes ekolog. Ditën e vijim, menaxhmenti i ri i klubit do të komunikojë strukturën, planin e sezonit të ri 2013-2014, si dhe planet afatgjate të zhvillimit. Urime të gjithëve dhe shumë suksesi!